Dashi. Mërkuri do zgjoj kurështin tuaj sot dhe do përforcoj aftësitë e komunikimit me të tjerët. Në çift do jeni lozënjar dhe të dashur me partnerin, kështu që marrëdhënia do lulëzoj pa debate të panevojshme. Çastet intime do rriten ndjeshëm. Beqarat do hedhin hapat e parë drejt një lidhjeje të qëndrueshme, prandaj mos hezitoni të shprehni interesin. Në punë, ambicia dhe profesionalizmi juaj do jenë evidente, rezultatet do jenë të kënaqshme dhe do gëzoni mbështetjen e bashkëpunëtorëve. Buxhetin do arrini ta organizoni më mirë, duke çuar situatën drejt stabilitetit. Sot mund të gjeni një ide të jashtëzakonshme në një diskutim të rastësishëm. Mos kurseni buzëqeshjen, ajo hap dyert më lehtë. Demi. Hëna do ndikoj fort te emocionet tuaja sot, duke sjellë humor të ëmbël dhe çaste magjike në çift. Për ju që keni një marrëdhënie, do përjetoni gëzim të thellë. Kujdes që pasioni të mos të zërë vendin e ndjenjave të sinqerta. Beqarët në ndikimin e Merkurit do jenë të kërkuar dhe do zgjidhin me maturi. Dashuria me shqyrtim të parë në ambientin e punës mund të rezultojë surprizë e këndshme. Në profesion do rregulloni çdo pengesë një nga një dhe do fillojë një etapë here suksesi. Shpenzimet do jenë të menaxhuara me kujdes, duke ruajtur ekuilibrin financiar. Një ide e shpejtë mund të arrisë ndjeshëm produktivitetin, mos e injoroni frymëzimin. Binjakët. Dita mund t'ju nisë me humor pak të paqëndrueshëm, por pa humbur plotësisht momentet e mira. Në çift do gëzoni stabilitet pasi zgjidhni në mëngjes çdo mosmarrëveshje të vogël dhe më pas do dashuroheni lirisht. Beqarët do jenë gati për vendime të rëndësishme, sapo të ndjejnë se personat përreth janë të duhurit, momenti mund të jetë i përshtatshëm për t'u afruar. Në profesion, motivimi do jetë i lartë dhe arritjet tuaja do vlerësohen nga shefat, të cilët mund t'ju ofrojnë propozime interesante. Me shpenzimet, kujdesi është i domosdoshëm, çdo hap ka pasojën afatgjata. Një pushim kreativ mund t'ju sjellë ide të reja në kohën më të nevojshme. Daforia. Për të arritur më lart, planifikoni me kujdes çdo hap dhe ndërmerrni ndryshime të vogla në rutinë. Në çift, tregoni largpamës dhe tolerant, duke e forcuar komunikimin për një marrëdhënie edhe më të bukur. Beqarët do kenë mundësi takimesh, por nuk duhet të ndihen të detyruar për zgjedhje, harreshëm përqendrohuni te vetvlerësimi. Në punë, asgjë nuk është e pamundur. Sfidat e vështira do i kaloni me sukses fal vendosmërisë. Fati financiar do jetë në anën tuaj, pa pritshmëri për probleme të mëdha. Një ide bashkëpunimi mund të sillte frite të mëdha, mos e ndërprisni bisedën. Luani. Neptuni mund t'u ndryshojë pozitivisht jetën nëse shfrytëzoni çdo mundësi që ju paraqitet. Në çift, kushtojini vëmendje ngrohtësisë që partneri kërkon sot, mbështetja juaj do jetë themeli i sigurisë së përhershme. Beqarët do jenë më pak kërkues dhe mund të ndihen të gatshëm për aventura kalimtare që sjellin kënaqësi. Në punë, maturia dhe largpamësia do parandalojnë gabimet. Mendoni për pasojat para çdo veprimi. Financat nuk do kenë vështirësi, por mos e nënvlerësoni nevojën për kursim të vogël. Një këshill e marrë me sinqeritet mund t'ju çojë drejt perspektivave të reja. Virgjëresha. Gjatë kësaj dite, përqendrohuni te qëllimet tuaja dhe mos neglizhoni detajet e rëndësishme. Në çift, flisni hapur për shqetësimet. Bashkë mund të zgjidhni çdo problem përpara se të rritet. Beqarët nuk do e gjejnë princin në çdo qoshe, por çdo gjë ndodh në kohën e duhur, prandaj respektoni ritmin e natyrshëm. Në punë, promocionet janë të mundshme, qartësia në veprime dhe vendimarrja e shpejtë do vlerësohen. Ekuilibri financiar mbetet i patrazuar, kështu që mund të planifikoni një shpenzim të vogël për kënaqësi pa prishur buxhetin. Një ide menaxheriale mund t'ju çojë drejt iniciativave të suksesshme. Dëshorja. Gjatë kësaj dite mund t'ju dalin përpara situata që nuk do i pëlqeni, pasi jeta sjell gjithnjë të papritura. Në çift, ndikimi i jashtëm nga persona të tjerë mund të ndërhyjë dhe të prish harmoninë tuaj, ndaj mbani kthen e propër. Beqarët nuk do jenë orator të zotë dhe do kenë vështirësi për të afuar dik pranë, prandaj fokusohuni te vetvlerësimi para çdo takimi. Në punë, idetë tuaja do jenë të qarta dhe do dini si të veproni, megjithatë disa kolegë mund të përpiqen t'ju pengojnë duke ju vënë në ignorancë para e prorëve. Në planin financiar gjendja do jetë e mirë, por shpenzimet pa plan mund ta sjellin situatën jashtë kontrollit. Mbani një regjistër shpenzimesh që të keni pamje të qartë të bilancit tuaj. Akrepi. Nëse sot nuk duroni autoritetin, shprehni mendimin e saktë që në fillim për të shmangur konflikte të mëvonshme. Në çift, rutina dhe mungesa e pasionit mund të zbejnë emocionet, ndaj vendosni që të sillni diçka të re për të ndezur flakën.
Beqarët do kenë një ditë të begat me takimet e jashtëzakonshme dhe mund të nisin një lidhje shumë jetike shpejt. Në punë, perfeksionizmi juaj dhe kujdesi i madh do ju bëjnë shembull për kolegët, do vendosni standardet e larta dhe do punoni me vendosmëri për t'i arritur. Për financat, mendoni 2 herë para çdo shpenzimi të konsiderueshëm, në mënyrë që buxheti të mbetet i ekuilibruar. Një plan i thjeshtë kursimi mund t'ju lehtësojë vendimmarrjen. Shigjetari. Sot humori mund t'ju ndryshojë papritur, ndaj përpiquni të ruani qetësinë në çdo çast. Në çift, xhelozia e tepërt mund të sjellë debate serioze, prandaj shprehni ndjenjat me kujdes dhe kushtoni vëmendje partnerit. Beqarët më mirë të presin sa më tepër para se t'i kërkojnë princit të kaltër, sepse kushtet nuk janë ende të favorshme për një lidhje të qëndrueshme. Në punë, rivaliteti me kolegët mund të forcohet dhe do duhet të bëni përpjekje të mëdha për të arritur objektivat tuaja. Financat nuk do jenë plotësisht të qëndrueshme dhe shpenzimet pa planifikuara mund t'ju sjellin stres. Një bilanc i rregullt i shpenzimeve do ndihmojë të shihni vendet ku mund të kurseni. Britsjapi. Gjatë kësaj dite, sinqeriteti dhe drejtëpërdrejtësia do jenë çelësi për përmirësim të gjërave. Në çift, mos prisni që partneri t'ju falë pa një shpjegim të sinqert, bashkë mund të rindërtoni besimin vetëm me komunikim të hapur. Beqarët do kenë fatin e madh të fillojnë një lidhje romantike mirëfilli kur hapin zemrën, prandaj mos i injoroni sinjalet pozitive. Në punë, përqendrimi juaj do jetë i fortë dhe do gjeni zgjidhje kreative për çdo problem profesional. Kolegët do ju mbështesin dhe do japin këshilla të vlefshme. Buxheti nuk do jetë i keq, kështu që mund të konsideroni disa investime të vogla pa rrezik të lartë. Një plan i ri financiar mund t'ju sjellë sukses të qëndrueshëm. Ujori. Sot Saturni do ju nxjisë të shtoni përpjekjet për të arritur rezultate të larta, sepse me dëshirë dhe disiplinë mund të fitohen të gjitha. Në çift, humori i mirë dhe energji pozitive do sillin përmirësime të dukshme në marrëdhënie, bashkë mund të planifikoni aktivitete argëtuese për ta forcuar lidhjen. Beqarët nuk do kenë fat menjëherë, por nuk duhet të mërziten, sepse e nesërmja do jetë më e favorshme falë sjelljes së sotme. Në punë, tensioni mund të shfaqet her pas here, ndaj merreni gjithçka me qetësi dhe diskutoni çfarë duhet bërë pa u nxituar. Financat mund të jenë delikate për shkak të shpenzimeve për rregullimin e shtëpisë. Një plan i mirë do parandalojë vështirësitë. Një listë prioritetesh do ndihmojë shumë. Peshqit. Kjo ditë pritet të jetë e qetë dhe perspektivat pozitive. Shfrytëzojeni për të konsoliduar planet tuaja. Në çift, dielli do ndriçojë lidhjen, duke sjellë momente të bukura dhe ndjenjë të plotësisë pranë partnerit. Beqarët duhet të shmangin çmenduritje impulsive, sepse situata mund të dalë jashtë kontrollit. Më mirë shihoni praninë e miqve dhe pritni kohën e dur. Në punë, optimizmi do lehtësojë realizimin e detyrave dhe s'do ndjeni lodhjen. Imagjinata ju ndihmon të arrini aty ku dëshironi. Gjendja financiare do konsolidohet tej mase, pa shqetësime. Megjithatë, një shpërblim i vogël për veten pas punës mund t'ju rigjallërojë për sfidat e ardhshme.